Integrimi i vendit në Bashkimin Evropian duket se do të zgjasë edhe më tutje, kjo për shkak se si thot ministri i punëve të jashtme Timço Mucunski, Bullgaria nuk është e interesuar për zgjidhje të problemeve bilaterale. Për më tepër, Mucunski ka deklaruar se bullgarët nuk janë të interesuar as për takim me diplomacin ton, takime në të cilat sipas kryediplomatit do të mund të diskutojë zgjidhja e problemit. Thotë se edhe pse janë të interesuar, Maqedonia e Veriut nuk do të heqë dorë nga qëndrimi i saj. Ne duam takim dhe duam të vazhdojmë komunikimin sepse vlerësojmë se është normale që gjithë fqinjet komunikojnë mes vete, edhe atë jo vetëm në bazë problemeve dhe çështjeve politike, por edhe në lidhje me pyetjet dhe probleme tjera, për të cilët jemi të interesuar, po edhe për çështjet bilaterale. Do të mundohemi gjithnjë të gjejmë mënyrë për komunikim. Nga ana tjetër, ministri hungarez i punëve të jashtme Peter Siarto, i cili sot qëndroi për vizitë zyrtare në Shkup, ka deklaruar se rrugën evropiane të Maqedonisë së Veriut nuk e bllokon vetëm Bullgaria. Vërtet, Bullgaria hapur pengon rrugtimin tuaj për integrim, por ju nuk prisni 20 vite për shkak pengesave bullgare. Mos u hidhroni, por e kam patjetër të them se situata është shumë më vështirë, sepse në këtë moment është i vogël numri i vendeve anëtare të BE-s që janë për zgjerim të Unionit. Ndryshe, Mucunski dhe Siarto deklaruan se Maqedonia e Veriut dhe Hungaria kanë raporte të shkëlqyeshme diplomatike dhe se Hungaria është mbështetës i fuqishëm i Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt Bashkimit Evropian.